pas bardh deri në fund me kalu. Pse? Këtu nuk ka asnjë rol presidentja. Çfarë roli ka presidentja? Këtu janë shumica parlamentare. Ne jemi sistem parlamentar ku shumica prej 60 deputetëve vendos për kanë zgjedh kryetar. Këtu s'ka pas vullnet me nda pushtet. Qëllimi ka qenë me shty deri në dhjetor këtë fazë dhe me bardh një çështje puro politike. Qysh mundesh me i lyp vot një partije politike për izat zotit se e kom qëtë kandidate apo kandidat pa pas koalicion. Po s'ka logjik. A ka votu në lëvizja vetë vendosje ndonjë kandidat për kryeparlamentar pa koalicion. Asnjëherë kur s'ka ndorë. Andaj në këtë temë është shumë e thjeshtë. Unë nuk kisha dashur me sjell te koalicion. Shkurt e shqip. Nuk ka pas vullnet me bo koalicion, me bo shumicën, letra për LDK-n, oferta për nismen, nuk ka qenë serioze, ideja ka qenë qëndrimin, ngërçin, problemin politik me këthy në interpretim kushtetues dhe me u bo ping-pong, qysh u bo hala nuk ka vendim gjykatës kushtetuese, i cili nuk e ka trajtu temën e nënkryetarit që vjen mri pakicav. Okej, vetëm pak se i ka dhe 30 sekonda Tahiri, urdhro. Tahiri, a e përmbyllë apo? Unë jo e përmbylla këtë temë. A e përmbyllë këtë temë se